Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni lakra çdo ditë gjatë dimrit. Shpesh e anashkaluar në dietën tonë të përditshme. Lakrat jeshile janë një ushqim jashtëzakonisht ushqyes që mund të ofrojnë përfitime të mëdha për trupin tonë. Edhe pse duken më shumë si një sallatë jeshile, lakra jeshile është një perime me gjethe sa u përket familjeve kryqëzuese. Falë profilit të tyre ushqyes dhe shkallësisë në kuzhinë është të bërë një shtesë e shëndetshme dhe e shijshme për një dietë e ekuilibruar. Sipas Healthyside do të rendisim në këtë video përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre. Ato kanë një profil të lartë ushqyes që do t'japin rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit. Edhe pse lakra ka pak kalori, ajo ka vlera ushqyese mbreslënse. Është një burim i shkëlqyer i fibrave, të cilat nxisin tretjen dhe kontribojnë edhe në ndjesinë e ngopjes. Gjithashtu, janë të pasura me vitamina kryesisht C, K dhe A, dhe minerale të tilla si kaliumi, gjithashtu dhe kalciumi. Lakra përmban gjithashtu vitaminën B6, folat, thelbësore për shumë funksione të rëndësishme të trupit, siç janë metabolizimi i energjisë dhe funksioni i dur i sistemit tuaj nervor. Prania e antioksidantëve e bëjnë atë një nga zgjidhjet mjaft të mira ushqyese në rritjen e përfitimeve të trupit, duke e bërë një zgjidhje ideale për të gjithë ata që duan të ndjekin një dietë të shëndetshme. Lakra ndihmon në kontrollin e inflamacionit. Lakra është e pasur me lëndë ushqyese me veti antiinflamatore që ndihmojnë në uljen e inflamacionit në trup. Antioksidantët që përmban, siç janë flavonoidët dhe komponentët fenolik, mbrojnë qelizat nga dëmtimi i radikaleve të lira duke zvogëluar inflamacionin. Përtej kësaj, është një burim i rëndësishëm i vitaminës K, e cila luan gjithashtu një rol në rregullimin e inflamacioneve. Një dietë e pasur me perime me gjethe si lakra jeshile është e lidhur me nivele të ulta të shënuesve inflamator në gjak, duke zvogëluar rrezikun e sëmundjeve kronike siç është ajo e zemrës dhe diabeti tipi 2. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e tretjes. Falë përmbajtjes së fibrave, lakra është një alat i shkëlqyer për shëndetjen e zorëve. Fibra e patretshme që përmban ndihmon në ruajtjen e një sistemi tretës të shëndetshëm, duke shtuar vëllimin në jashtëqitje dhe duke nxitur kështu edhe lëvizjet e rregullta të zorëve. Përveç kësaj, ato përmbajnë edhe enzima natyrale shtesë, të cilat lehtësojnë edhe zbërthimin e lëndëve ushqyese duke përmirësuar kështu edhe përthithjen në tretje. Lakrat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj, dhe ndikimi pozitiv në organizëm ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Lakra përmban shumë fibra të tretshme siç është pektina, e cila ndihmon në uljen e kolesterolit të keq në gjak. Fibra lidh kolesterolin me sistemin tretës, duke parandaluar thithjen e tij dhe duke nxitur eliminimin e tij me feqe. Përveç kësaj, lakra ka pak yndyrë të ngopur dhe është e pasur me fitonutrient dhe antioksidant, të cilët përmirësojnë profilin e përgatitjes së lipideve. Ajo është gjithashtu e dobishme edhe për shëndetin e zemrës. Duke ulur kolesterolin LDL dhe grumbulluar pllakat në arterje, lakra është një aleat i zemrës. Përveç kësaj, është e pasur me kalium, i cili ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut duke zvogëluar rrezikun e hipertensionit dhe sëmundjeve në zemër. Së fundmi, antioksidantët si vitamina C dhe flavonoidet mbrojnë qelizat e zemrës nga dëmtimi oksidativ, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e një sistemi kardiovaskular të shëndetshëm dhe duke zvogëluar rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru. Lakra është ideale edhe për dietën tuaj ushqyese. Shumëllojshmëria e saj e bën të lehtë përthithjen në receta duke shtuar shijen dhe vëllimin e pjatave kryesore dhe ato anësore pa e rënduar dietën. Është një perime ideale me një dietë të shëndetshme, pasi përbëhet kryesisht nga uji, rrit hidratimin e trupit dhe është e pasur me vitamina natyrale pa kalori të panevojshme. Përveç kësaj, fibrat e saj nxisin ngopjen dhe funksione të rregullta të zorëve, duke ndihmuar në kontrollin e ureksit dhe në peshën e shëndetshme. Gjithashtu, lakra është një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Të mirat që do t'i vini organizmit tuaj nga konsumi i saj e bëjnë atë një nga zgjedhjet më të rëndësishme ushqyese. Disa mjekë dhe nutricionistë kanë në kohë që flasin për përfitime shëndetësore të lakrës,
Sidoqoftë, pak njerëz i dinë saktësisht se cilat janë dhe cilat janë kontributet e saj në organet dhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndihmon në detoksifikimin e trupit. Një nga vetitë e njohura të lakrës është fakti se vepron në detoksifikimin e organizmit, duke luajtur një rol thelbësor edhe në pastrimin e veshkave, gjithashtu edhe të mëlçisë. Ajo lufton edhe problemet e anemisë. Meqense është e pasur gjithashtu me ekur, lakra është një aleat i fuqishëm në parandalimin dhe trajtimin e anemisë, duke stimuluar prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Parandalon dhe lufton luhatjen e sheqerit. Fal magnezit, acideve yndyrore në sasi të fibrave që përmban në këtë ushqim, ndërpërfitimet e lakrës është gjithashtu e mundur të theksohet se ajo pengon thithjen e glukozës nga gjaku, duke parandaluar dhe ndihmuar në lehtësimin e problemeve të diabetit. Forcon dhe mbron sistemin tuaj imunitar. Për shkak të faktit se lakra është e pasur me vitaminën C dhe vitaminën A dhe gjithashtu edhe me kompleksin B, kjo perim e vepron në forcimin e sistemit tuaj imunitar, duke parandaluar dhe lehtësuar gjithashtu edhe një sër komplikacionesh. Ndaj konsumit tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do t'jap edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Lakra ju ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve të kockave. Lakra është një burim shumë i pasur i kalciumit dhe hekurit, substanca që luajnë role thelbësore për kockat, duke parandaluar kështu shfaqjen e osteoporozës. Rregullojnë presionin e gjakut. Një tjetër nga përfitimet e shumta të lakrës është se ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut, duke parandaluar kështu edhe hipertensionin. Është e mirë në luftën kundër kolesterolit të keq. Përveç stabilizimit të presionit të gjakut, konsumi i saj i rregullt ul kolesterolin e keq, të keqen e madhe për shëndetin e trupit dhe mbi të gjitha edhe të sistemit tuaj kardiovaskular. Një nga funksionet më të rëndësishme të lakrës së kuqe është gjithashtu edhe parandalimi i radikaleve të lira. Këto të fundit janë përgjegjëse edhe për një sër ndikimesh negative të imunitetit. Ndaj konsumi i lakrës do t'jap efekte pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përqendrimi i lartë të disa mineraleve të rëndësishme bën lakrën e kuqe një nga ushqimet më të mira për të luftuar edhe problemet e zhvillimit të kockave. Ngrënia e saj ndihmon kundër osteoporozës dhe rrit gjithashtu shëndetin e kockave dhe inflamacionet të tjera i mban larg. Niveli i lartë i vitaminës A që gjendet te lakra e kuqe është e mirë për lëkurën dhe kryesisht edhe për syt, pasi garanton shikim më të mirë si dhe parandalon formimin e kataraktit. Vitamina A mund të konvertohet në beta-karoten, e cila është shumë e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të syve. Lakra e kuqe përmban një sasi të mëdha të aminoacideve specifike të quajtura glutamina. Ky aminoacid është shumë i rëndësishëm për të qetësuar dhimbjet e ulçërës dhe për të lehtësuar komplikacionet e saj. Lakra e kuqe është konfirmuar nga studime të ndryshme si shumë e rëndësishme edhe në mbrojtjen e shëndetit të kujtesës. Këshillohet të përdoret kryesisht nga personat që vuajnë edhe nga problemet e sklerozës. Ndaj konsumi i saj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre ushqyese. Sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja duke ditur edhe rëndësinë e vlerave që ajo ka. Antioksidantët që gjenden te lakra e kuqe luftojnë radikalet e lira dhe mbajnë larg plakjen e parakoshme. Ato mbajnë lëkurën e freskët duke reduktuar kështu edhe shenjat që lidhen vazhdimisht edhe me moshën. Lakra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të ndihmuar në humbjen e kilograme të tepërt. Lakra e kuqe ka kaq shumë kalori, por është e pasur me fibra edhe me vitamina të shumta. Mund të përdoret pa problem nga personat të cilët duan të humbasin në peshë, pa u tepër nga sasia që konsumojnë. Konsumi i lakrës është një mundësi shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Gjithmonë duhet të dini mënyrën se si ta konsumoni dhe të mos e shtoni në shtojca të gabuara. Gjithçka varet edhe nga mënyra e cila mund të shtohet në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.